Ndërsa banorët e Tiranës, si kontribues të rregullt të taksave, financojnë buxhetin e institucioneve bashkiake dhe përballen çdo ditë me mungesën e ujit në çezma, fondet publike po përdoren për qëllime të diskutueshme. Sipas denoncimeve, kryetaria e Bashkisë Tiranë, Anuela Ristani, ka akorduar para të konsiderueshme për një shërbim privat sigurie që mbron drejtorin e UKT, Flowers Shoshi. Fondet e tenderave të bashkisë, me objekt ujësjellës Kanalizime Tiranë, duket se janë orientuar drejt një kompanie me lidhje të forta politike dhe struktura të rendit. Një procedurë e fundit tenderimi, e shoqëruar me sinjale të qarta rreziku për shkak të mungesës së konkurrencës, tregon se mbi 2.1 miliard lek iu kaluan kompanisë Breçani Ros, e regjistruar në emër të Fatbardh Breçanit. Në këtë tender mori pjesë vetëm një operator ekonomik, çka e bën garën formale dhe pa rival real që mund të ulnin koston. Diferenca mes fundit limit dhe ofertës fituese ishte pothuajse e papërfillshme, pasi kompania fitoi rreth 99% të vlerës së parashikuar, një tregues domethënës i mungesës së konkurrencës së vërtet. Shoqëria përfituese rezulton të jetë në pronësi të vëllait të ish-zëvendës drejtorit të policisë së shtetit, Erzen Breçani, fakt që shton dyshimet mbi ndikimin e lidhjeve familjare dhe politike në dhënien e kontratave me vlera të larta. Ndërkohë, pavarësisht shpenzimeve miliardëshe, shërbimi ndaj qytetarëve vijon të mbetet problematik, me furnizim të pasigurt me ujë dhe mungesë investimesh në rrjet.